Duke u bërë kaq e fuqishme kjo teknologjia edhe inteligjenca artificiale, gjëja që nuk do doja unë të humte, po si unë jam e bindur që janë shumë njerëz, është dashuria edhe të qenit njeri. Unë nuk e kuptoj se si do të jetojnë njerëzit nëse nuk do të ndjejnë atë dashurinë që të merr frymën. Si të jetoj pa ty se di në gjatë ti. Nuk e kam ambicien të sëmur, e pranoj me shumë respekt për të jetë fitoria e të tërë atyre artisteve apo këngëve që edhe unë në gjykimin tim, çfarë kam dëgjuar deri tani, i konsideroj që janë shumë të mira. Kënga jote e zemrës, që ti e ke të shenjtë, e do më shumë nga të tjerat. Por unë një dashuri sepse e duan edhe njerëzit shumë, vazhdojnë e duan shumë. Pres që kjo kënga jonë jetoj të jetë një pjesë e magjisë së madhe të këngës magjike. Unë shpresoj që ato minuta të zenë vend në zemrat e njerëzve dhe të thonë që Manjola na i bëri 4 minuta të jetës prap të bukura, si në këtë rast apo në atë rast tjetër. Manjola, mirë se erdhe në Bordeaux. Mirë se u gjeta. Natyrisht vi në Bordeaux me një kënaqësi të veçantë, sepse revista juaj, po ashtu që nga fillimi, ka një vend të veçantë tek unë. Edhe jam shumë e lumtur që jeni rritur kaq shumë, numër mbas numri, edhe përfaqësoni një media shumë prestigjioze që promovon edhe vlera artistësh, po dhe informacione nga ato që të gjithë njerëzit besoj që i duan edhe ju interesojnë edhe ja u bëjnë ato momentet më të bukura kur e shfletojnë Bordeaux. Manjola, pak ditë më parë prezantove këngën tënde Jetoj te kënga magjike. Cila është ndjesia të rikthesh në festival? Unë e kam nisur me festivale edhe festivalet janë skena që më së tepër mi më përfaqëson themi, apo ku unë e gjej shumë veten. Kënga Jetoj është një material që unë që nga dita e parë që e kemi punuar edhe deri më sot, e kam shumë për zemër. E vlerësoj shumë kompozitorin e këngës, një artist shumë i talentuar, Jeris Kaso, dhe po ashtu më kanë pëlqyer dhe i kam dashur që momentin e parë që i kam lexuar e deri sot kur e këndoj këngën si në skenë edhe vetë për veten time më emocionoi njësoj poezia e Elios Shulit. E punuam shumë gjatë për të ardhur kënga në këtë nivel që është, dhe shumë e rëndësishme është që unë të jem e kënaqur me veten time, që ajo këngë mua të më emocionoj në çdo notë, se nëse nuk më emocionon mua shumë vështirë që ti ta përcjellësh pastaj një emocion që ti se ndjen, s'kesh transmeton të publiku. Po unë besoj që një vlerë shumë të madhe ajo këngë e ka marrë edhe nga performanca. Ishte një ide realisht e regjizorit, e Aldon Lipes, që bën gjëra të mëdha pa zhurmë. Ajo ideja e res, një veshje wow, vërtet magjike nga miku edhe artisti që unë kam pasur shumë herë në krah gjatë karrierës time, Joni Peçi. Ela Pera që i kam thënë më ka bërë të më hynte vetja në qef me atë make-upin. Edhe sigurisht krau im, mbështetja ime është vllai im, Erald Albani, i cili ishte pjesë e realizimit të asaj performance shumë të bukur. Dhe natyrisht kënga magjike e ka ta jep këtë mundësi që ti të mund ta prezantosh këngën jo thjesht vokalisht shumë mirë, por në të njëjtën kohë edhe vizualisht të bëhet një vlerë e tëra, domethënë dhe e muzikës dhe fjalës, po në të njëjtën kohë edhe asaj magjisë që krijohet përmes performancës. Si ka qenë impakti audiencës? Unë jam shumë e kënaqur, ka qenë mund të them edhe për te pritshmërive, ti mund të bëhesh edhe pak subjektive në vlerësimin e në gjykim, sepse lidhesh gjatë kohës
që ti punon lidhe shumë emocionalisht, edhe me këngën, edhe me të gjithë njerëzit me cilët bashkëpunon, dhe pastaj ndoshta fillon edhe krijon edhe një ide më të bukur se ç'duhet edhe për atë këngën tënde. Ka marrë shumë vlerësime edhe njerëzit e kanë, mbi të gjitha kanë vlerësuar faktin që unë jam rikthyer duke qenë manjola, duke mos dalë jashtë stilit natyrës time, po në të njëjtën kohë edhe duke qenë në kohë. Kjo këngë është dedikimi një dashurie të përjetshme? Në fakt, kjo nisi me një mesazh shumë më të madh, kur unë u takova me Jerisin për herë të parë, tha çfarë ke ndërmend, çfarë do të pëlqente, për shembull, që nga cila fabul të nisi kjo këngë. Dhe unë i thash gjithmonë të kohët e fundit që po shikojmë që artificiali apo e mund atë njerëzoren, duke filluar nga ndjesitë njerëzore, nga dashuria. Dhe i thash më pëlqen shumë t'i këndojmë faktit që duke u bërë kaq e fuqishme kjo teknologjia edhe inteligjenca artificiale, gjëja që nuk do doja unë të humte, po si unë jam e bindur që janë shumë njerëz, është dashuria edhe të qenit njeri. Dhe kënga nuk është thjesht për dashurinë mes një çifti, po është si do jetoj pa ty se di. Domethënë në ditët që do të vinë, unë nuk e kuptoj se si do të jetojnë njerëzit nëse nuk do të ndjejnë atë dashurinë që të merr frymën, që të merr zërin, sepse të gjithë jemi koshient që gjërat po ndryshojnë dhe sidomos në këtë drejtim po bëhen relatat njerëzore, qoftë në dashurie, qoftë në mënyrën si komunikojme, si shprehemi, më të ftohta edhe më virtuale. Çfarë pritshmërie ke nga festivali? Natyrisht që mos bëjmë hipokritën si në për aktivitetet e misit që Peace in the World edhe e rëndësishme është pjesëmarrja. Tani të gjithë ne që hymë në atë festival, hymë edhe që ti të marrësh një vlerësim dinjitos. Jam absolutisht shumë, nuk e kam ambicien të sëmur, e pranoj me shumë respekt për të jetë fitoria e të tërë atyre artisteve apo këngëve që edhe unë në gjykimin tim, çfarë kam dëgjuar deri tani, i konsideroj që janë shumë të mira. A mendon se është koha që të rëmbesh kupën e këngës magjike? Tani nga kupat e fundit, ka kaluar një kohë shumë e gjatë, edhe pse jo, çdo njeri, thash, kushdo që hyn në një garë, edhe sa kohë që ajo garë ka çmime, natyrisht që secili që hyn pretendon për atë gjë. Je prezente në skena, në spektakle, ke bërë koncerte recitale, çfarë të motivon kur merr pjesë në një festival? Po, festivali ka tjetër audiencë. Festivali normalisht shikohet nga një pjesë më e madhe e publikut, ka më tepër vëmendje, edhe po edhe vetë kjo gara ka magjinë e vet. Kënga jote e zemrës, që ti e ke të shenjtë, e do më shumë nga të tjerat. Kënga e zemrës kam në fakt deri tani kam disa këngë që i kam më pëlqejnë më shumë, por tani do them për dy arsye. Për shembull, kur unë bëj një dashuri sepse e duan edhe njerëzit shumë vazhdojnë e duan shumë, do të thënë është kënga që ma duan më shumë, po edhe unë vazhdoj dhe e këndoj me shumë emocion. Akoma nuk i ka humbur asnjë lloj të themi magjie asaj kënge akoma, ndërsa profesionalisht si një material ndryshe i veçantë, në preferencën time është vetëm unë këngës magjike të fundit dhe shumë për zemër tani kam jetoj. Çfarë pret nga skena në pallatin e kongreseve? Të ka nisur emocionet që tani? Pres që kjo kënga jonë jetoj të jetë një pjesë e magjisë së madhe të këngës magjike. Pres që ajo këngë të emocionoj zemrat e njerëzve. Ndoshta ato këngët e festivaleve të para, prandaj dhe kanë mbetur kaq shumë se njerëzit dëgjonin më shumë muzikë, emocionoheshin më shumë nga muzika, i donin më shumë artistët, ishin më të lidhur me këngëtarët dhe me artistët në përgjithësi, sepse jeta ishte
nuk kishte akoma këtë ritmin frenetik të tanishëm dhe që rendin më shumë pas gjërave më tepër materiale. Unë shpresoj që ato minuta të zenë vend në zemrat e njerëzve dhe të thonë që Manjola na i bëri 4 minuta të jetës prap të bukura, si në këtë rast apo në atë rast tjetër. Gjithmonë je aktive. Sa po lançon një këngë, nis direkt të mendosh për projektin tjetër apo merr një pauzë? Si është konceptuar rutina jote artistike? Unë nuk di pse më ndodh, jam njeriu që më vinë të gjitha aktivitetet në një kohë edhe unë sa nuk mbytem, sa nuk mbys veten, se nuk më detyron njeri që ti bëj, po nganjëherë edhe më lidhen ashtu në fakt. Por faleminderit Zotit kam treguar që i kam mbajtur. Pastaj ka periudha që bëj pauzë, po ajo pauza është që unë mendoj që çdo bëj në hapjen e radhës, edhe besoj që gjëja që më lodh më tepër është se unë e marr çdo gjë jashtëmase seriozisht. E mundoj shumë veten, po besoj që në fund kënaqem me rezultatin, edhe të nesërmen dhe të pas nesërmen, dhe pse mund t'jem lodhur shumë, unë nuk ma ha vendin nëse rri kot, nuk rri dot kot. A ke një plan konkret deri në fund vit? Tani kënga magjike është në nëndor, kam një aktivitet të rëndësishëm në Londër. Janë festat e nëndorit dhe do të rivem në sken, me qënë se herën e kaluar patëm mundësi të vinin vetëm një shfaqje të Mamma Mias dhe rezultoi një sukses i vërtet, studentët ishin të shkëlqyer, do e rivem përsëri. Kështu që kam këto aktivitete, pastaj viti i ri që ka angazhimet e veta e kështu. Manjola, faleminderit, ne të urojmë shumë suksese dhe urojmë që intervistën e ardhshme ta bëjmë me kupën në dorë. Faleminderit shumë, bëra me shumë dashuri